Të gjitha të duan betuar, ta lidhin besën për shpëtim. Në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kisha e Shëmpalit ka mirëpritur shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në këtë vend, në festivalin e 35, më të madhin e diasporës shqiptare në botë. Kjo dëshmon edhe një herë dëshirën për të ruajtur dhe trashëguar tek brezat e rinj gjuhën, artin, kulturën dhe traditat shqiptare. Ky festivali 35, i titulluar Lahuta, bëri bashkë më shumë se 4.000 persona, të cilët kënduan dhe festuan në ritmet shqiptare. Për organizatorët, ky festival këtë vit shënon dhe një datë të veçantë për të gjithë amerikanët, atë të 250 vjetorit të pavarësisë. Mirë se vini në festival shqiptar Lahuta. Tash bëhen 35 vite që kisha e Shëmpalit i bashkon popullin shqiptar me vlerat e traditës dhe të komit. Ky është vendi që i bashkon krejt popullin. Megjithatë, kemi edhe festimin e pavarësisë Amerikës 250 vjetorin. Ja uroj gjithëve gëzim dhe dashuri. Për udhëheqësen artistike Joli Paparisto, festivali ruan dhe trashëgon identitetin shqiptar. Ajo shpreh dhe falenderime për RTS Korçën, e cila si gjithmonë ndodhet pranë shqiptarëve edhe përtej oqeanit. Këtu në kishën e Shëmpalit, në këtë komunitet të jashtëzakonshëm të shqiptarëve këtu në Michigan, tradita, kultura, arti, muzika, valle dhe kënga është një virtyt dhe është një ideal që ne na ndjek në jetën tonë të përditshme. Ju faleminderit shumë dhe një falenderim i madh shkon për Radio Televizionin Shqiptar Korça, të cilët gjithmonë e kanë pasqyruar dhe pasqyrojnë festivalin tonë këtu në Michigan. Për 4 net me radhë, mbrëmjet artistike solën në skenë një program të pasur me këngë, valle dhe interpretime folklorike nga ansamblet dhe grupet e njohura shqiptare. Ndërto, ansambli Gjergj Kastrioti, Nora e Kelmendit, Ilirian Dance Group, ansambli Trojet nga Zvicra, Rapsha në Mërgim, grupi Tingujt e Çiftelisë, si dhe grupi i Lahutarve, të cilët rikthyen jehonën e eposit shqiptar përmes tingujve autentik të Lahutës. Së shpejti, RTS Korça do të përcjell për të gjithë publikun një reportazh të plotë të shqiponjave fluturuar drejt tokës së premtuar.